Sot më shumë se kur qytetarët e Republikës Kosovës që nuk janë dakord me çush ka shku edhe qeverisja dhe pushteti 5 vjeçar, janë të interesuar për një opozitë vërtet. Dhe sot e keni dy kampe të partive politike, janë partitë politike që hinë me një kamp, edhe pushteti edhe opozita që janë të kandidu për ma shumë pushtet, se edhe opozita po lyp ma shumë pushtet, dhe është kampi tjetër ku është veç PSD-ja që po konkuron këto zgjedhje për opozitë vërtet në kuvendin e Kosovës, sepse realisht o ka dihet çka ka me ndodhur mas zgjedhjeve, o ka dihet kush ka me fitu, o ka dihet që partitë opozitare kanë me shku në koalicion, i kanë krejt vijat e kuqe, po çka s'po dihet sigurt është a ka me met Kosova pa opozitë. Nëse nuk kem PSD-ja në kuvendin e Kosovës, Kosova ka me met pa opozitë. Se çka kemi po në qëto 5-6 vjet, kemi po që opozita ka qenë thuajse e vdekur klinikisht. Ata kanë qenë aty si numra, ata kanë shku aty, i kanë pas 45 deputet, asnjë shenjë nuk kanë mrimi alon pushtetit, përkundrazi veç e kanë rrit. Dhe në fund të qunë vendin në zgjedhje qëto parti opozitare, jo pse nuk pajtohen me mënyrën e qeverisjes. E qunë vendin në zgjedhje veç pse po dojnë edhe ata mu përfshi në pushtet. E qunë me idenë mos po rritëm na pak dhe pastaj kurti na merr ma seriozisht e na pranën me him pushtet me të. Pra këta po kandidojnë për pushtet. E nëse Kosova në zgjedhjet e ardhshme mbetet pa opozit, kjo është dëmi më i madh që mundet me u bë demokracisë. Prandaj PSD-ja po kandidon këtë zgjedhje, sepse me 6 deputet që mundet me i pas PSD-ja nëse populli vendos me na votu, na kemi me bë opozitën që nuk e kanë bërë çdo parti opozitare me 43 deputet. Na pushtetin e njohim. Problemi është që nëse i thu ti pushtetit që unë nuk kam vijat kuqe me bashkëpunu me ty, edhe unë jam i gatshëm me hi edhe në koalicion me ty, atëherë pse nuk jeni në koalicion para zgjedhjeve? Pse po na çoni në zgjedhje për këtë punë? Sepse nëse ti del thu që unë po du me bo opozitë vërtet për që ta të çojnë zgjedhje, ajo tem tjetër, po këta nuk thojnë këtë sen. Këta po thojnë na po dojna me shku në zgjedhje, mos eventualisht po rritën pak e me hin koalicion me ty, atëherë pse na quhet zgjedhje? Pse se bënet këtë punë para zgjedhjeve? Edhe mos me quhet vendin në zgjedhje. Krejt ideja është që opozita po lyp ma shumë pushtet. E na po thojmë që tu nuk vyn një pushtet i ri, nuk vyn një pushtet i ri që i bën bashkë edhe opozitën edhe opozitën. Që tu vyn një opozitë vërtet që nuk e lën vendin me rshi drejt autoritarizmit. Që tu vyn një PSD në kuvend e cila politikën nuk e ka interes, qysh e kanë interes partitë opozitare që sot që kanë qenë deri tash parti parlamentare në opozitë. Ata kanë politikën veç interes, a e keni po? Krejt flasin qysh me ndo pushtetin. Krejt flasin qysh me marrë ma shumë ministri, krejt flasin qysh me bo një president të partisë, LDK-s ose të PDK-s. Kërkush nuk flet për qysh me i bo opozit një diçka fit keqe që i përgatitet vendit tonë. Ata flasin qysh na nuk kemi vijat kuqe, se cili pi ty në flet qysh s'ka vijat kuqe, po nuk flasin qysh e kanë menën me i rezistu pushtetit e qysh e kanë menën me bo opozitën. E Kosovës i vynë opozita, sepse për demokracinë është shumë e rëndësishme opozita, e që ajo ka me u zhduk mas këtyne zgjedhjeve nëse PSD-ja nuk hinë në kuvend. Qëre, unë nuk jam këtu për me bo parashikime, veç unë e di një sen sigurt. Albin Kurti ka me konë kryeministër i ardhshëm, qoftë nëse zvoglohet, qoftë nëse rritet. Nëse zvoglohet, kanë me shku në koalicion PDK, LDK. Nëse rritet, këta prap kanë me konë të gatshëm me shku, po ajë nështë nuk i merë. Mirë, po një sen është i sigurt. Pra, po dihet kush ka me konë pushteti i ardhshëm. Një sen që nuk po dihet është a ka me pas veni opozita jo. Nëse nuk kem PSD-ja në kuvend, veni nuk ka me pas opozitë, sepse me parti që janë të gatshme me ju vizatu Kurtit, sa herë që ati i vynë, e që e qojnë vendin zgjedhje, veç kur menojnë që kalkulimet partijake pja u qesin që asisoj matematikat që mos po rritën pak e prap mi hi Kurtit në koalicion, me që si opozite, nuk ka opozite realisht. Kështu që çështja këtu nuk është kush po fiton. Çështja nuk është kush ka me bo qeverin, po dihet kush ka me bo qeverin. Çështja është kush ka me bo opozitën, a ka me met që të ven opozite, që shpeshohim na, pa hi PSD-ja në kuvend, nuk ka me pas opozitë. Partia Socialdemokrate ka dëshmu opozitarizmin e vetë në këto 5 vjetë pa pas heq ullësin kuvend. Mirë, për na e dim një sen, nëse Partia Socialdemokrate hinë kuvend, edhe pushteti po këshyr me shkel edhe kushtetutën, na nuk kina me nejnë mbyllu në përzyra që shreshin LDK-ja e PDK-ja në kuvend, i kini pas e i kini përcjelju. Nuk kina me shku mu struke, mu mshef atje me dal me dhonë deklarata, valla pushteti për shkel kushtetutën e ti qka jetu bo. Pse pelen?
I ki deputet mrena në kuvende, nuk po bën kur gjë, po strukesh në për dhoma, në për takim, në për zyrat e grupeve parlamentare, s'po del aty me kundërshtu. PSD-ja që të nuk e bën. Unë për ju thëmë, veç 6 deputet PSD-s me hinë kuvend, ju keni me po qka është opozita. Ju keni me po që shëmbrohet demokracia. 45 deputeti ka pas që kjo opozit, 43 në fakt masaksisht. Asni shej nuk ja kanë lënë, veç e kanë rrit pushtetin e Kurtit. Asni shej, që është e mundshme 6 vjet kanë pas, gjysën e kuvendit e kanë pas, asni shej që ja kanë lënë, veç e kanë rrit. Qito nuk ka me lënë PSD-ja me 6 deputet. Sepse nuk është çështje numrave. Kjo është çështje vullnetit e besimeve. Kur ti ki besime, sinqerta, kur ti ki vullnet, kur ti nuk je aty për shkak të interesa, po je për shkak bindjeve tua, ti që atëherë fiton edhe fuqin reale për me kundërshtu. Nuk ka lidhje sa numra i ki. Se na i kemi po, opozit me 43 numra, po krejt veç për interesa janë aty. E kur je veç për interesa, ti s'uni bën opozit. S'uni bën opozit, se ti nuk e prish rahatin e vetës. Këta janë milionera dhe opozitën ti e ki milionera. Qysh me bo opozit këta, qysh me ja prish vetit rahatin. Opozita lyp aktivizëm, lyp vetmohim, lyp me besu një ide në koncepte, jo thjesht me pas interesa, qysh me marë na i ministri, qysh me hinë qef Kurtit, që mas në jaj më marë më në koalicion, kështu s'bohet opozita. Qëre, realisht nësë jemi të e kundërshtu opozitën, sepse nuk ekziston opozita. Këta formalisht jenë konë opozit, sepse si kam pas numrat me konë qeveri, jenë konë opozit formalisht, po këta veç opozit jenë konë. Këta jenë konë veç të prit në rënë, apo në thirë Kurti, as po në thirë. Si ka thirë Kurti, i kanë shku, ju kanë vizatu në për takime. Si ti thirë mas gjedhjeve, kam ju vizatu. Kështu që na jemi të luftu për me kriju opozit në Kosovë. Na nuk jemi të e kundërshtu opozitën, se kjo s'është opozit. Kjo është veç një grup i interesave dë njerëzve që i kanë bo milionat prej politikës e që këshyrin me ngjyr pushtet. Nuk jeti të luftu me opozit, jeti të luftu me dë interesgji që për momentin formalisht janë në opozit. Pa ta veç opozicion, pushtet ka pas, edhe vazhdon me pas. Vendi ka kryeministër, vendi ka institucionet, a ka qenë pushtet i mira i keq, krejt e din, çka menojnë ana për këtë punë, nuk ka asnjë dilemë për këtë sen. Por, kur ti e kini pushtet të tillë, e nuk ki fare opozit, kjo bëhet rrezik shumë më i madh për demokracinë e vendit. A dini çka do të thonë ju me pas një pushtet që ka të fuqishëm? E një opozit që ka që interesgjike që është opozita formale që ka qenë kuvend. I bjen që ky pushtet nuk ka me mujt kur kërkush me kontrolu, as me enal, as me sfidu. Pavarësisht sa numra i kanë. Absolutisht nuk kam asnjë dilemë për këtë sen. Na e kemi sfidu pa pas deputet heq. Sa nuk kanë mri me sfidu as ata që i kanë pas në momente caktuara edhe 50 deputet. Pra nuk është çështje numrave, është çështje vullnetit.